Ne kemi një mungesë trashëgimie të madhe të biznesit, sepse nga vitet 1900 deri në 45 u zhvilluan disa sipërmarrje dhe patjetër kemi pas sipërmarrës shumë të mirë, e cila u ndërprek për 45 vjet, 50 vjet dhe ne nuk jemi si në Gjermani, në Turqi apo në vende tjera që thotaj, po ky është një biznes i babait, i gjyshit dhe i stërgjyshit dhe unë kam trashëguar gjithë mendësitë, gjithë manualet, gjithë procedurat. Ne jemi brezat e para apo të dytë të sipërmarrësve në Shqipëri dhe e kemi filluar nga fillimi. Pra, as baballarët tonë s'kan pasur se çat na shpjegojnë trashëgiminë e biznesit, pasi kanë punuar gjithë në shtet. Mungesa e eksperiencës sjell edhe mungesën e fantazisë. Ne po pam 3 vjet që kanë hap byrektore dhe po ecin dhe ka radhë aty, ne jemi i katërti. Së dyti, ne kemi një mos shpërndarje të bizneseve për zonë. Një diçka shumë e mirë që unë e kam parë shumë vende është nëse ti do farmaci te Komuna e Parisit nuk mund të kesh më shumë se 10 farmaci. Ndërkohë aty ke 30 dhe ç'a ndodh? Bizneset dëmtojnë njëri tjetrin, nuk kanë fuqi blerëse, nuk kanë fuqi paguese, paguajnë punojësit keq se s'kan xhiro, bëjnë 200-300.000 lekë në ditë dhe me 20% marzh me zor paguajnë dhe as japin shërbim të mirë dhe as nuk bëjnë. Kështu që një rishpërndarje dhe një licencim për zona do ishte shumë interesante. Pra, fruta e perime, 4 dyqane, do të vështi një fruta perime tjetër, shkon në Aliden. Është një logjik që është në shumë vende zhvilluara.